Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, duke pas parasysh faktin se tashmë me lejen e Zotit të Madhërisëm jemi në muajin e bekuar dhe kjo është xhumaja e parë e këtij muaji, jemi mirënjohës Zotit Madhërisëm që ne ka mundësu me prit dhe lutem Zotin e Madhërisëm që të ne mundson me shfrytzu në mënyrë më të mirë të mundshme dhe me dal fitimtar në këtë botë, në botën e përjetshme. Duke pas parasysh faktin se ky muaj është studiu dhe analizu nga kënde të ndryshme, shkencore, sociale, kështu me radhë, por unë do të mundona vëllezër për shkak se janë 4 xhuma në këtë muaj, e unë do të mundona për çdo xhuma me i përmend një 4 çështje shumë të rëndësishme të cilat lidhen me muajin e shenjtë. Janë një 4 çështje që duhet me e shoqëru Ramazanin me to dhe me pas begi kujdes të madhe ndaj këtyre 4 çështjeve që do t'i përmendi. E para vëllezër, Ramazani lidhet shumë me Kur'anin, sepse Kur'ani ka zbrit në muajin Ramazan, në natën e 27 të muajit Ramazan. E dyta namazi, sepse vetëm në Ramazan rekomandohet me u fal namazi i taravive me imam dhe me fal salat e vitil me imam. Dhe do të flasim në xhumën e ardhshme sa ka rëndësi namazi vullnetar në Ramazan. E treta, duaja, lutja dhe kërkim falja te Zoti i Madhërisëm. Është prej gjërave që s'ban me lëshu njeriu asnjëherë këtë shans në këtë muaj të madh. Dhe e fundit, prej çështjeve që lidhen fort me agjërimin, ka të bëjmë me sadakën, lëmoshën dhe zeqatin. Pra 4 çështje lidhen fort me agjërimin. S'mund të ketë vlerë agjërimi, s'mund të ketë vlerë të madhe dhe s'mund të ketë shpërblim të madh agjëruesi në rast se i ignoron këto 4 çështje në Ramazan. Dhe fillojmë prej të parës. Po fillojmë prej Kur'anit famëlar. Vëllezër, Kur'ani sa herë që të lexohet, njeriu përfiton përveç njohurive, përfiton shpërblim të madh. Siç na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se për çdo shkronjë të Kur'anit që lexon njeriu i fiton 10 sevape. Për çdo shkronjë. Jo për çdo fjali, për çdo shkronjë që e lexon për Kur'anit famëlar, njeriu i fiton 10 sevape. Leximi i Kur'anit në Ramazan e ka një vlerë të papërcaktuar të shpërblimit. Pse? Sepse lidhet me agjërimin. Është interesant kjo mesele. Kur'ani ka zbrit në ditën e 27 të muajit Ramazan, a në atë kohë Ramazani s'ka qenë i obliguar. Që ta dini vëllezër e dashur. Kur'ani ka zbrit në muajin Ramazan, në ditën e 27. Por s'ka qenë i obliguar Ramazani. Ramazani është obligu në vitin e 2 hijri, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në Medinë. Ky Kur'an që ka zbrit në muajin Ramazan i ka raqë dikun mas 13 viteve të zbritjes së Kur'anit, ajet pas ajeti, ngjarje pas ngjarje, të vjen momenti që në Medinë të zbret ajeti ku obligon agjërimin komplet të muajit Ramazan. Pra që t'jemi të qartë. Dhe tashtë, çka po e lidh ka Ramazanin me Kur'anin? Po sepse është muaji i Kur'anit. Prej këtë emnave që i ka Ramazani, muaji Ramazan ka emna të shumët. Bile në arabisht në Ramadan. Ramadan ka arë prej 2 shprehjeve. Ramda, arabisht i thujnë temperaturës madhe kur
kur i rrog zallën e im, edhe kur të reflekton temperatura, duku një avli, ramadh prej gurve të imt, edhe pastaj që e nxehtësi gjek gjithçka. Pse ka marrë këtë emër muaj Ramazan? Sepse ka ardhur në kohën e nxehtësisë dhe për shkak se i gjek mëkatet, qysh i djeg dielli, lulet e pavitura. Do të thonë djeg gjithçka, duke përfshirë edhe gjunaat e njerëzve. Është temë gjatë se kam temën këtu. Kuptimi i dytë, Ramda i thojnë në arabisht shiu, që në shkencë është shivi më i begatshëm, bje i shpesh, po i but. Edhe përmban në vete një lloj si formë rryme, që kur t'i bjen pemës, barit apo lulës, i jep energji dhe ngjall. Rahmeti Allahu xhelle wala. Dhe Ramazani ka marrë që temën. Për shkak se mëshira Allahut azza wa jall zbret gradualisht në zemër të njerit, edhe i jep me një varfur me lëvizje, gjallëri. Dhe njeriu pastaj kupton realitetin në mënyrën më të mirë të mundshme. Tema është e gjanë, ne kemi dikun tjetër temën. Ne kemi temën te Kurani famëlar dhe zë. Në Ramazan mos lejoni me ju kalu ditë e me ju kalu net pa lexu diçka nga Kurani famëlar. Ata të cilët din me lexu në original, që shka zbrit me shkronjë arabe, edhe pse se kuptojnë s'ka problem, se ne nuk dyshojnë që ky libër në prej Zotit Madhrishëm. Sepse të parën fjalë Allah në Kur'an thot, "Dhalikel kitabu la rayba fi." Kjo është libër që s'ka dyshim në te. Hudan lil muttaqin, është udhëzues për të devotshmit. Ne muslimant, ne që se dim arabishtën, edhe kur ta lexojmë Kur'anin famëlar, ne nuk kemi frikë se ka diçka jo të mirë në te. Fare, se kemi këtë dilemë. Edhe pse se kuptojmë, e besojmë sepse është prej Zotit të Madhrishëm. Po nëse se lexon në gjuhën që ka zbrit, të paktën vëllezër lexohen në gjuhën shqipe. Kontakto me Kur'anin. Moje shpesh në dorë Kur'anin. Fokusoh aty ku ti e gjen veten, sepse kanë thonë njerëzit kush don me matë dijen, pasqyria reale është Kur'ani. Fillo lexoje me vëmendje dhe shef qysh shotit, edhe në fund kallzon se ti i vogël përballë fjalës Allahu xhelle wala. Dhe se dija është e madhe. Dhe njeriu sa do që din, pa dituria është më e madhe se dija. Qysh ka ardhur me i transmetim vëllezër në surën Kehf, mes Musait a.s. dhe Khidrit. Musai pas ka thonë, o Zot, a ka në njeri më të meqëm në tokë se sa une? Edhe Allah azza wa jall për mi të regu se ka, i thot taku e filan personin, është tem shumë e gjanë, sepse flitet një argument shkencor, vija ka lind dielli, edhe alo në shkencë është diskutabile dhe tem shumë e ranë në shkencë shka të diskutu Kurani për këtë çështje. Po më përma një element shka për në vyjë neve sot. Edhe i thot, Allahu xhelle wala thot taku e Khidrin, dhe taku në vendin ku bashkohen detrat, përmendet në Kur'an. Edhe hypin në nije. Naturisht i ban një 3 gjeste Khidri, por mi të regu Musait se kjo nuk din. Po e shka më interesant, vëllezër, zbret një shpend edhe ndeti kap me ka qep ujë. E i thot Khidri Musës, a munësh me matë sa ka marrë ujë për detit? Musa e thot, po me shka me matë? Thot, kjo ka shpend shumë i vogël. Thot, unë si adisa i ka për masat lukëthi tina, goja, ku e di qka. Edhe Khidri thot, ja Musa. Thot, që ata që e ka marrë shpendi me gojë, thot, që është dia jote, e ata që e ka lanë është pa dituria. Ka që i pa dishëm njeriu.
S'ku me marrë një grosht ujë në oqean, e kur shkoj shpik kalkulohet sa e ka perimetrin e oqeani. Që është ignoranca njerit. E pastaj kur dalin njerëz dhe thonë këtë din, ai din, është i dishëm, i padishëm, Allah dhe wa fawqa li kulli dhi ilmin alim. E i gjithë dishëm është Rabbul Alamin, ai i cili ka përcaktuar gjithçka në formën e vet. E njeriu është vetëm një informues i vogël. E një prej dijes që s'përfundon është libri Allahu xhalla wala, Kurani famëlart, i cili sa herë të lexon, sa herë të sfidon, sa herë të thellohesh, tregon se thellësia është më e madhe se sa njohuria jote. E për këtë arsye preferohet, rekomandohet që Kurani të lexohet në Ramazan. Transmetohet vëllezër se një ditë prej ditëve, njëri prej shokëve të Rasulullah i thot: "O i dërguari i Allahut, po tregom diçka, ama një këshill, po me cilën funksionoj, punoj në jetën e kësaj bote." Dhe Rasulullah i thot: "Iqra al-Quran", lexo Kur'an, "fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi". Lexo Kur'an sepse Kurani do të vjen nesër dëshmitar për ty në ahiret. Vëllezër, prej mirësive, sepse tema është shumë e gjatë, tanë Ramazani me fol për këtë temë s'na mjafton, po çoj mesazhe me kuptu për çfarë bën fjalë. Ky Kur'an që ne i besojmë është litari vetëm ku ka më kap njeriu, ku të rrugton botën e përjetshme. I vetmi. Imagjinone për një moment jetën. Edhe ndërkohë gjithçka shaki rreth jetës të le. Sepse du të me lani ditë këtë jetë. Cili është argument të që ki me shku në botën e përjetshme? Ku ki mu kapë? Wallahi, askund djetër përveç në fjalëve të Zotit Madhrishëm, përveç në Kur'an. Dhe tha Rasulullah, në momentin kur varroset njeri, i bëhet dëshmitar Kur'ani. A keni pa vëllezër këtë dunja me do libra njeri aborës unë e ka përsen, se kanë informacionit gabushme. E qysh me mësy ahiretit me fjalë të kota, e qysh me rrugtu për në botën e përjetshme me diçka të pasakta, për këtë arsye i saktë në fjala e Zotit Madhrishëm. Kurani famëlart, ai i cili na ka shpjegu para se me ardhmë këtë botë, na shpjegon dhe na orienton në jetën e bote, dhe është me neve dëshmitar deri në ditën kur na dorëzon te Zoti Madhrishëm. E kam thënë dhe për përsëriti, krejt shkencën me marrë më një anë. Edhe mi thonë, vizaton ai trajektorën e jetës. Ko me fillu me lindje, edhe ko me përfundu me vdekje. Që ka një njëri shkenca për njerin. A në realitet ti ke egzistu para se me arë këtë botë, edhe ti s'ke me përfundu këtë vdeksh. Por njeri ju s'ka informacione tjera. Kush ka informacione për ty? Vetëm libri Allahut Azza wa Jall. I gjithdijshmi Allahu Xhelle Wala, i cili të ka përcjell dhe të përcjell deri në ditën kur të kthehesh realisht në botën e përjetshme. E Kurani flet në këtë mënyrë, në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe sa mira kur Kurani të flet për ty kur si në mesin e gjallëve. Janë disa ajete në Kur'an që të mallëngjejnë. Me të vërtet, edhe ta pushojnë zemrën, po edhe të pikllojnë, sepse flet Kurani për ty kur ti s'ke qenë fare në këtë dunjë. Ka ekzistuar si shpirt. Edhe Kurani flet për ty kur ti si në mesin e gjallëve, fizikisht nuk je të gjallët. Ai pastaj ta shpjegon trajektorën e jetës për ku je nis. E të lumt ata të cilët e kanë organizuar këtë jetë të mbështet në Kur'an, dhe ata s'kanë me pas frikë me rrugtu botën tjetër, sepse shenjat e rrugës i kanë të sakta. Keni pa vëllezër këtu e në kin njeri me dashkon për mes shenjat. Majtas, djatas, kaç kilometra këtu kemë rinjë shumë radhë. Kurani është shenjë e vetme, sinjal i rrugës e jetës, që e lidh këtë jetë me jetën e përjetshme. E ky meriton respekt shumë. Ky meriton shumë respekt. Ky meriton të lexohet për çdo ditë,
të meditohet për çdo ditë, të fillon mëngjesi me te dhe të mbaron nata me te. Dhe të udhëhiqemi në jetën e kësaj bote me këtë libër. Pra kushtoni rëndësi sepse jemi në muajin e Kuranit. S'ka efekt Ramazani pa këtë libër. S'ka kuptim ditët dhe netët e këtij muaji pa na shoqëruar libri Allahu xhallahu ala. Ju që jeni të ri vëllezër, mundoni që ta mësoni leximin, sepse ju duhet me adhuru Zotin e Madhreshëm. I vetmi libër me cilin adhurojmë Allahun është Kurani familjarët. E ju që s'keni mundësi me mësu për shkak kohës, të paktën lexoni në gjuhën që ju e kuptoni. Dhe do e shqipni se bëbon fjalë për një libër që është garancion për jetën e njeriu në këtë botë dhe në botën e përjetshme. Sepse të gjitha shpjegimet tjera do të përfundojnë, do të mbetet vetëm narrativa dhe shpjegimi i Kuranit për jetën, për shoqërinë, për familjen, për rrugtimin e njeriu në analet të jetës dhe në analet të botës së përjetshme. Ne kemi besu pas një dyshim dhe kemi garancion nesër në botën e përjetshme këtë libër. Ne muslimanë s'kemi frikë me shkut e Zotit, sepse shkojna përmes sinjaleve të Kuranit familjarët. Edhe duam që ky libër të jetë garancion për neve në ahiret. Dhe kur na pyet Allahu se keni gjetë rrugën e ahiretit, i thonë o Zot përmes fjalëve tua në Kur'an. Dhe ti ke thonë kush i përmbahet ti libri ka garancion se rruga e tij është e sigurt. Dhe ne ju kemi përmbajt. Edhe sot që jemi të fal xhuman, e dimi çka e falmi vëllezër. Veç një ajet në Kur'an është që ka bën farz xhuman. Çish e ditë ti që është farz xhumaja? Kush të mësoj? Libri Allahu xhallahu ala. Kurani familjarët. Veç një ajet në Kur'an është një urdhër për Allahu xhallahu ala që ka bën farz xhuman dhe ne lidhemi në xhumë dhe pastaj falmi lutemi po ashtu me fjalët e Zotit të Madhreshëm. Pra kushtoni rëndësi leximit vëllezër. Leximin në përgjithësi po në Ramazan kushtoni rëndësi leximit të Kuranit, sepse me lexu Kur'an do të thotë me forcu dioptrinë e syve me cilën sheh botën. Edhe begi i glorifikon qëndrimet për jetën, sepse vërteta është një, s'ka verzion tjetër për balë vërtetës, dhe s'ka kush që mund ta krijon një averzion për balë verzionit të saktë të jetës. E ky verzion është i shpërshuar në Kur'an dhe ne kemi besuar dhe kjo është muaji i Kuranit. Zoti i Madhreshëm na i bëf të mundur që të jetojmë me Kur'an, të udhëhiqemi me këtë libër dhe të shkojmë te Zoti i Madhreshëm duke qenë argument për neve në ahiret, libri dhe fjala Allahu xhallahu ala. Tu pe përfundoj për shakos me lenin Allahu azza wa jall me vazhdu në xhumën e ardhshme pjesën e dytë, shtyllën e dytë të kësaj vlere që ka të bëjë me namazin e file. Walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.